1 centimetër të asaj që quhet blokadë nuk e kemi ofruar në këtë formë. Ne e kemi ofruar kryetarin e LDK-s. Në emën të LDK-s të shkojnë në tavolinë dhe ta ndëgjoj cila është oferta e një personi që i ka 66 deputet. Nuk na ka kërkuar një ofertë neve. Nuk na ka kërkuar një ofertë. Ishte medalë me ofertën e juve. Ofertat e zot Rekurtit. Ofertë janë pjesë e procesit, janë pjesë konstruktive. Kanë kaluar i nderuar në tallje, vetëm dëgjoj. Jemi në fazën kur është dashur me dalë me oferta të qarta, me alternativa të qarta. Ne kemi alternativa jonë ka qenë alternativa jonë ka qenë konsenzusi. Nuk ka alternativë më të ndershme. Çfarë nuk kuptonin me konsenzus këtë rast? Konsensual. Me vendos emrin tënd në tavolinë edhe me bisedu të katërtit, a pajtohemi për këtë emër që nuk e shkel kushtetutën, që nuk e imponon vendimet e një subjekti politik, që nuk e kap institucionet e pavarura, që nuk e imponon shefin e aktis. Këto vinë ma vonë. Jo, nuk janë ma vonë. Këto janë garancë e një shteti demokratik. Për momentin, neve na duhet një emër për president. A e keni ju një emër për president? Nuk i kem numrat na për me ofru emën për president. Po numrat e ju mundën me bo shumicën. Po nuk e ka dash shumicën, se ka thonë mund duhen 85. E keni qartë pse ka thonë? Cila është qartësia, si pas e? Sepse ka pas deklarata publike të deputetëve të jovë që nuk e ndjekun linjën e juve. Asë një deklarat publike, gjojë një deklarat publike, që ka thonë një deputet i LDK-s, nuk e njërë. Këto e në supozime, këto e në deklaratat, ju mundë me supozime. Po e referoni Hikmeti Bajramit edhe Abdullah Hutit dhe Hikmeti Bajramit, po e referohet. Për çështjen e zonës Osmani.